Përshëndetje të dashur shqiptarë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mashkullore apo maskuliniteti dhe feminiteti. Kjo periudhë të dashur shqiptarë flet për veprim në qasje. Kjo periudhë kërkon që shqiptarit të ndërthur forcën me maturinë, vendosmërinë me diplomacinë dhe impulsin me strategjinë. Kjo letër të kujton se nuk është gjithmonë e nevojshme të shtysh fort përpara. Disa situata kërkojnë qasje inteligjente, të butë dhe bashkëpunuese, ndërsa të tjerët kërkojnë qëndrim të fortë dhe veprim të drejtë për drejtë. Suksesi tani qëndron në aftësinë për të ditur kur të veprosh dhe kur të presësh, kur të flasësh dhe kur të dëgjosh. Në aspektin praktik, kjo letër do të thoshte kështu: në punë apo projekte, përdor kombinimin e logjikës dhe intuitës. Njëra pa tjetrën nuk mjaftojnë. Në marrëdhënie profesionale, shmang ekstremet, mos u përpiq të kontrollosh gjithçka, por as të tërhiqesh plotësisht. Në financa do të thoshte kjo letër: kërkon një balancë midis riskut dhe sigurisë. Mos merr vendime impulsive, por as mos qëndro pasiv. Kujdes me energjinë e tepërt, ajo duhet kanalizuar në veprime konkrete, jo në nxitim apo debat të dashur shqiptar. Kjo periudhë do të testoj për të parë sa i aftë apo e aftë je të ruash balancën nën presion. Nëse arrin të mbash këtë ekuilibër të dashur shqiptar, do të fitosh respekt dhe stabilitet në një situatë që më parë ka qenë e paqartë. Por nëse shkon drejt një ekstremi, qoftë i ftohtë e pasiv, qoftë impulsiv e dominues, mund të prishësh ekuilibrin që je duke ndërtuar. Kjo është periudha për qasje të dashur shqiptar, të matur, strategjike dhe bashkëvepruese. Tregoj zgjuar, përdor fuqinë, por me vetë kontroll. Pra, në thelb të dashur, mesazhi i shqiptarit është: forca pa maturi digjet shpejt. Bashko guximin dhe mençurinë dhe do të marrësh rezultate të qëndrueshme apo kogja të qëndrueshme të dashur shqiptar.